Atëre, jemi live. Jemi live në pjesën e dytë të emisionit. Në fakt, para thamë disa herë atë që do të trajtonim, pra e keni dhe të shkruar aty, do dalim duke të strisha shumë shpejt, sekretit e dosjes 2 Erion Velia tani më i pa shpres apo me shpres. Sepse në fakt, nga që fushata ka filluar shumë e fort, duket sikur dihone më pak me fatin politik, për së mos atë juridik të Erion Velia. Për të dekriptuar këtë situatë, në këtë minutash, kam Esiona Kolombi, më mbrëma, dosare politike, Ermi Karamuco, më mbrëma, Andyra Dhabani, më mbrëma, dhe Arben Mesi, më mbrëma, polemist dhe njëri i mediave dhe i kanëve tani më. Po fillojmë me ju, Meçe, ke një taktik që pret një herë dhe pastaj futesh në debat atër kur debati merr një lloj forme. Tani, ishte një puç, një konspiracion, ajo dosja numër 2, e cila justifikon mbajtjen në burg të Erion Velia, dhe Erion Velia tani e kemi trajtuar edhe një herë, po duket sikur askush nuk po flet për të, ai vetë nuk çon mesazhe. Çfarë po ndodh? Si e shef si situatë? Nuk e di, po këto kohët e fundit ka patur debatet në media, bile ka pat gazetarë të cilët diskutonin një skemë dhe thonin që Erion Velia ndërtoi një strategji të gabuar në marrëdhënie me Spakun dhe për këtë arsye mbeti brenda. Më thënë, kur debati në sistemin ligjor për fajsi apo fajsi, për shkelje ligji ose mos shkelje ligji, kthehet në strategji komunikimi, këtu unë me thënë drejtën, gjithsesi për Erion Velin nuk flas dot tani sepse më duhet zbardhja e vendimit gjykatës së apelit kuptoi cilët ishin. Po ka dalë ai vendim? S'ka dalë akoma. S'ka dalë. S'ka dalë. Në fakt, herën tjetër që kemi qenë në emision, thënë që do ta bezish po pres ta zbardh. Sepse nuk flas dot, sepse gjithë debati këtu ka qenë Erion Velia po mbajt në burg për vjedhje apo për strategjit gabuar në komunikim me prokurorët. Po pra ata i fakti që morin celularin atë oficerit policisë ka folur. Në qoftë se Erion Velia mbajt në burg për këtë arsye, ne po prodhojmë një ero pas zgjedhjeve. Në qoftë se mbajt për vjedhje... Ke indicie që ka luftë politike të brendshme aty? Jo, me. Se thonë që... Historikisht nuk kam qenë në sistemi politik që funksionon në Shqipëri, që janë parti kryetarësh, qoftë në Parti Socialiste, qoftë në Parti Demokratike, harrojnë i grupet. Kush grup tenton të ngrihet mbi vullnetin dhe të dominoj vullnetin e kryetarit çdo nga faqeteut. Qoftë ky te Rama, qoftë ky te Berisha, qoftë të gjithë tjerët. Po nuk mendoj që është kjo fare. Do dëgjoj pak zoti Karamusha për këtë? Jo, s'jap komente dot, nuk paragjykoj dot luftën politike të brendshme. Jo. S'është fushë ekspertizës. Nuk është ajo pyetja. Pyetja është që kjo dosja numër 2, që kam qenë unë, se nuk është se quhet dosja numër 2. Tani, për të cilën u hoq çdo lloj mundësie që apeli të vendosë ndryshe nga shkalla e parë. Është kurdisje apo sepse shiko, këtu kemi përgjimin e përgjimit, pak të ma thojë si teknologji. Pra, do më thënë, zoti Velia mendonte që nuk po përgjoj, ndërkohë që jep të merte me njerëz të familjarë, ndërkohë që elemente e përgjimit e ka vënë Spaku, por e ka ekzekutuar të rria e burgjeve, dhe si është, më pak të më jep atë, se unë e di që nuk bëni komente politike, si është protokolli. Më jep protokollin, të udhë. Zoti Velia nuk ka qenë në përgjim fillimisht. Por kanë qenë familjarë ti në përgjim dhe bashkëpunëtorë të ti me vendim gjykatës. Dhe nga përgjimi i tyre ka dalë që ky i paraburgosur në hetim bën telefonata të cilat nuk identifikohen dot se nga vinë dhe me çnumër përveç atij të kabinës së paraburgimit. Pra nuk janë bërë vetëm me kabinën, janë bërë dhe me dyshohet, Spaku e thotë, dhe me celular brenda ambienteve të paraburgimit. Ky ka qenë fillimisht është bërë kontroll për të kërkuar ku është ky celular, madje kanë dhe numrin e celularit. Dhe pastaj
kanë kaluar në Po përgjime të tjera. misterios i kujt ishte? Ambiental nuk shprehet fare spaku për këtë. Është një oficer i policie që i cili ka shkuar Jo, ajo është pjesa e dytë, se edhe përgjimi ka dy pjesë. Po? Ka pjesën ku është komunikuar brenda ambientit të paraburgimit dhe pjesën ku është komunikuar në furgonin e transportimit të tij nga Durrësi në Tiranë. Dhe edhe në rastin konkret të furgonit, prap janë përgjuar ata që quhen fundorët, pra ata që kanë pritësit e thirrjeve, jo vetë telefoni. Dhe nga numri që ka dalë, që ka rezultuar në tabulat, është numri i njërit prej gardianëve që ka mundësuar shoqërimin e zotit Velie. Pra janë dy momentet. Të dy herët me celular? Po pra, dhe prandaj hetimi, pra nuk kemi ende, unë nuk kam zyrtarisht të njohur dhe të lexuar. Po ato që çarkullojnë për shembull redaktori, kjo me këtë. Ja, pritja një sekond. Unë nuk kam të lexuar një deklaratë zyrtare që i është komunikuar një akuzë, po di që po zhvillohen hetime për një paragraf të 324-s gërma A të kodit penal, paragrafi 2, që është nga 50 vjet burg, sepse është futja e sendeve të ndaluara në ambientet e paraburgimit ose të dënimit që bëhet në bashkëpunim, madje edhe me ata që i kanë për detyrë ruajtjen e këtyre ambienteve. Pra jemi tamam te paragrafi 2, dhe nëse ngrihet kjo akuzë dhe i komunikohet, i rëndohet goxha pozita zotit Velie. Por deri tani janë hetim, pra janë të gjitha këto pjesë e një 92 faqi, për aq pak a shumë, që është zbërthyer nga telefonatat celular, kabin telefonike celular dhe sigurisht dhe ambientale. Ambientale dyshohet që mund të jetë vendosur, e kemi pas teknikte, po më mirë mos ta them se kur është vendosur, sepse do merret vesh për raste të tjera, vetet sekret. Si, ama të që ti dhe thua dhe të sonke burimi dhe së të pjuj. E ndërpreva sepse nuk duhet të bëj dëme organeve ligjvatuese. Ti ke drejt, për disi të ta vazhdoj spekulimi pas taj këtë që të thotë. Ja, më mirë ta lë me kaq. Më mirë ta lë me kaq. Anduena? Një të pytje. Po pra, një të pytje, sigurisht. Tema bazike, nuk mendoj që ka pas një skenar për përgjimin e Rionit, pasi nuk jam shumë dakord me atë që tha profesori në lidhje me mënyrën se si ka rezultuar, kush i ka quar pra prokurorët drejt gjetjes së komunikimit të Rion Veliajt me telefonin e një të punojësit policisë Buzheve, por në dijenin time pa dashur që të bëj edhe konspiracion, dijenin time ka patur jo vetëm konspiracioni nuk e di gjë të keqe. Jo, s'është e keqe, konspiracion pozitiv. Është ose i zgjuar ose ka patur prokuroria ka arritur të gjejë edhe telefon në qelin e zotit Veliaj, me cilën dyshohet që janë bërë dhe videokolla. Pra, janë bërë biseda, po, me prokuroria ka arritur të kapat celular. Po sepse në qelin e zotit Veliaj është bërë një kontroll shumë i imësishëm. Nga prokuroria? Nga prokuroria, me urdhër të prokurorisë. U thanë disa tha që themi që ka pas, po themi, konflikt me drejtorinë e burgjeve, me këto sharje. S'ka pas asë një konflikt me drejtorinë e burgjeve, ka pas konflikt në base me Ministrin e Drejtësisë. Po Ministri i Drejtësisë ka në varësi drejtorinë e burgjeve. Po përndaj e thash. Fakti që mund të jetë bërë një kontroll i tillë, mund të ketë acaruar zotin Veliaj dhe mund të ketë shkuar deri në atë komunikimin pak verbal. Kontrollin e ka bërë Spaku apo e ka bërë drejtoria e burgjeve? Sigurisht që e bën Spaku, po drejtoria e burgjeve është aty dhe për faktin që punojësit e administratës së burgjeve janë marrë tashmë të pandehur nga Spaku. Janë 4 punonjës policie që kanë bërë shoqërimin e zotit Veliaj drejt ambienteve të Spakut, cilët janë marrë të pandehur. Madje njëri nga punonjësit i cili pretendon që është intimiduar nga zoti Veliaj për të marrë telefonin dhe për të komunikuar me një nga familjarët e tij, kur është pyetur nga prokurorët e çështjes, i është bërë e qartë fakti që o do thuash të vërtetën ose ti do të përgjigjesh penalisht për këto vepra penale. Kështu që dëshmisë së tij i ka para rendur edhe dëshmia e zotit Veliaj, kur është bërë të ballafaqimi. Dhe sot që flasim, ky punonjës policie nuk është nën akuzë, ndërkohë që punonjësit e tjerë janë nën akuzë. Ndërsa në lidhje me atë që thotë profesori në lidhje me përgjimet ambientale, po,
sepse ka patur raste ku nga paraburgimi i Durrësit janë bërë edhe mbledhje bashkie. Janë drejtuar. Tani, aty ku ndërprerë profesorja, vazhdon do ti? Jo, Andojna po e thot çfarë është bërë, nuk është thot si është bërë përgjimi ambiental. Përgjimi ambiental, keti në informacion që ti nuk ke shtërngesat e profesorit. I ka stajë më lirë. Përshtaj që se kam. I ke? Ja. Base nuk i kam, po di që janë drejtuar stafe punojësish, administrata, edhe janë përgjuar dhe rival politik. Jo, nuk thashu, tha që... Jo, këtë e them unë. Jo, mirë, e vazhdova aty ku e la Karamuqo? Po. E vazhdoj drejta, apo e devijoj? Mënyra si është bërë përgjimi ambiental është sekret shtetëror, dhe unë aty ndalova. Sepse nëse do të them, unë nuk marrë përgjësi, sepse marrë përgjësi ata që e nxjerrin mënyrën si i kanë bërë, por i bëjmë dëm organeve ligjzbatuse dhe i japim një favor shumë të madh atyre të cilët duhet të jenë prapahekurave për veprat penale që kanë kryer. Një sekundë, nësuar Meqa? Ta mbaroj që në të qasuna, po të them. Jo, që se ke që lidhet shu pam si ping-pong i fort, po... Pse lidhet gjej? Po. Do të themi gjë që personi i cili ka dalë absolutisht në mbrojtje të Erion Velis, për këtë çështje kam qenë unë. Po. Në qoftë se përgjimet e Erion Velis lidhen me mënyrën se si një opinion i tërë prodhoi një plot intimiduese ndaj prokurorëve, duke marrë në mënyrë të posaçme në debat prokuror Olsin. Dhe këtë gjë ka dirigjuar Erion Velia nga Burgu, këtu kemi çështje serioze që ka të bëjë me një veprimtari që përpos shkeljes rregullave të paraburgimit, që kanë të bëjnë me mënyrën e përdorimit, futën e mjeteve tjera, ka dhe elemente tjera të një të shqyqytur puç të organizuar për ti dhe dirigjuar për ti që në thelb është veprimtari antiligjore. Tani po të them, në qoftë se Erion Velia ka marrë telefonin e gardianit që shoqëroi nga Tirana, nga Durrësi në Tiranë dhe foli me familjen e vet. Dhe këtë ta kthesh në kaos për ose ka mbajtur telefone që linë në mënyrë të palishme dhe ka bërë gjëra të tjera. Kjo nuk funksionon përpara një opinioni publik i cili është dëshmitar sot. Pa, me që thënë në qoftë se, dyre pak pending aty, se të e fjane sonë. Jo, ta mbaroj dhe e mera jo. Pse e themi gjë tillë me bindje unë, e them unë me bindje vetë. Thash, jam personi i cili kam dalë me dosje dhe kam zbërthy dosje dhe kam thënë këtu nuk ka vepër penale. Po të them, nuk kam patur kontakt me absolutisht as edhe një person i cili të më dirigjonte mua, se çfarë du të bëja në drejtim të Erion Velis, ose të paktën të më thonte, ke mundësi të më ndihmosh Erion Velin? Isha mund të them nga më aktivët. Ke shumë drejtë vend se vëdhëm kaj problem. Dhe të ngrejmë kauzën tani. Erioni ka dirigjuar, kur unë kam qenë më kryesori të them në këtë rast, po e them me bindje, më kryesori, më duket sikur mos i redaktori. Po mi pa, si shpjegohet për shembull që aty dalin emra, del redaktori, del ky dalin. Sepse këto janë improvizime gazetareske, sepse dëgjohet profesorin çfarë tha. Deri tani ne nuk kemi asnjë lloj informacioni dhe do të thash. Unë do flas. Unë mendoj që ne nuk dalim sepse ne nuk kemi. Në emër të burimeve të brendshme nga prokuroria, kjo nuk është serioze për ta kthyer ne në temë të bisedës. Disa gazetarë kanë dalë, unë s'kam dalë, disa mirë ndjemi lehtësuar kur i shtëpi. Jo, kanë dalë gazetarë dhe tani ne po diskutojmë emra, nga dolën emrat. Po nuk i kanë sajuar pra. Nga dolën emrat. Mirë, dakord. Atëherë, Sona. Zhej, unë do kthehem aty ku ju nisët në fillim nëse ka një fund politik të Erion Veliajt, sepse ajo që nuk është më sekret, është që përplasja e Ramës me Veliajin është aq e dukshme, sa që vetëm kush nuk dëshiron ta shoh për shkak të porosive të redaktorit, e mohon një gjë të tillë. Sepse ajo që ndodhi në këtë periudhë kohore është që Edi Rama i arrestimit Veliajt me Edi Ramën sot nuk janë të njëjtët. Edi Rama e qau Erion Veliajin, po nuk po vajton më. E sulmoi Spakun, kuptoi që nuk i dilte mirë në sondazhe, ndërpreu sulmin e Spakut dhe nga ana tjetër filloi të shkunte në bashki të shkarkonte drejtor të besuar të Erion Veliajt. Ajo çfarë bëri zoti Veliaj në 18 mars, i ndihmuar nga Alban Dokushi, një njerëz i besuar i tij që ka një leje të posaçme nga Spaku për të atakuar në qeli për shkak të funksioneve, është që shkarkoi Januar Aristani për të rimarrë në kontroll bashkinë duke emëruar Sara Goxhën si nënkryetare bashkie. Gjë që menjëherë nga kryeministri u refuzua,
dhe kryeministri me njëherë reagoi duke bërë që Erion Veliaj për nga 24 orëve të dorëzoi nga agresioni ndaj Edi Ramës, dhe edhe pse Veliaj tha që nuk ka një përplasje antarëshetheme etj. Rikthimi i Anulari Sallën kryet bashkisë Tiranës me një hakmarrje të drejtë për drejtë konfirmoi që përplasja ishte reale dhe pakthyeshme, duke shkarkuar të dy besnikët e Veliajt, zoni një Saragoxhe dhe po ashtu Alban Dokushi, duke larguar fare edhe nga administrata publike. Dhe kjo lloj hakmarrje e asaj që sot është Vegla Edi Ramës kryet bashkisë Tiranës, duke larguar 12 besurit e Veliajt, konfirmon që përplasja ishte aq e madhe dhe prerja e kokës të Veliajt ishte definitive sa që dyshim. Po fletë në mënyrë sentenciale. Unë po të marrë të mirë qëna këto analizën, sepse është një pjesë analizë. Ideja, pyetja për ta bërë më të shkrifët analizën të ndër është kjo, për publiku, përplasja midis Ramës dhe Velias është në lidhje me metodën e zgjedhur nga Velia për të mbrojtur, duke goditur prokurorët, pra duke krijuar një lloj bumerangu në opinionin publik, apo ti mendon që është hakmarrje politike, tash më shumë se sa ta kandidoj për kryetar bashkie, ta bëj kryetarin e Partisë Socialiste të Tiranës, nuk di çfarë mund të bëj, domethënë ai ka qenë numri 2 fal emrimit, besimit, dhuratës politike të Ramës, tani kjo është sekret. Zhej, sigurisht që nuk është sekret, po Erion Veliaj përpara arrestit. Sa bërë xhelos që Erion Veliaj ka bërë atë karrierë vertikale aq të shpejtë. Por sa shumë po e nxisin Ramën sot të jap këtë fund tragjik Erion Veliaj, se nuk do t'i harrojmë ata njerëz janë të tillë. Por mbrojtja e Erion Veliajt sot për Edi Ramën është një kosto më e madhe se sa të jetë atij falënderues për çfarë i ka dhënë e çfarë kanë shkëmbyer. Në metodë Rama i thot stop, nuk është kjo metoda, sepse Ramës vet nuk i leverdis të sulmoj Spakun, e provoi ra në sondazhe, nga ana tjetër sjellja e Veliajt në qeli ka qenë pa menaxhueshme, pa përmbajtshme, duke sulmuar jo vetëm drejtësinë se është organike të sulmosh përsekutorët e tu, por po ashtu ka sulmuar figurët e Partisë Socialiste. Domthonjë gjua që është përdorur nga zoti Veliaj në përgjigje telefonike. Po nuk janë thashë theme sa ata që kanë dashur të lexojnë kanë lexuar. Pra gjua, ne nuk e kemi lexuar në drejt për drejt, po ministri i drejtësisë ka lexuar çfarë është thënë për të. Drejtori për ministrin e drejtësisë Ulsi Maja. Patjetër, po Arbi Mazniku po ashtu ka lexuar çfarë është thënë për të. Edhe për Arbi Maznikun. Të gjithë gjuhën e ashpër zoti Veliaj ka përdorur ndaj të dyve, po jo vetëm ndaj këtyre, në raport me faktin që ndjeti pa mbrojtur mjaftueshëm publik nga ajo që ka qenë armata ati politike dhe partijake. Kështu që sjellja e Veliajt në qeli dhe mos menaxhimi dhe mos koordinimi të dyve, si dhe ndarja tortës në bashki për pushtetit, i ka bërë dy të luftojnë për këtë gjë. Po ka dhe një problem, Zhej, sepse ai është akoma kryetar bashkie i pashkarkuar. Fakti që zoti Rama nuk po e shkarkon Erion Veliajin, po e mban në një presion të jashtëzakonshëm. Po i thot ti do qëndrosh aty derisa procesi hetimor të mbaroj. Do përballesh, do luftosh me drejtësinë, do mbrohesh aty vetëm, ndërkohë që bashkinë e drejtoj unë. Domethënë, fakti që zoti Veliaj ndodhet sot në këto kondita, presioni që ai ka, mënyra që ai kërkon që të mbajë njerëzit e tij në bashki, manovrat që përdor për të mbrojtur si çdo kusht, në fundit edhe ai ka drejtën mbrohet në mënyrë, po. Problemi i tjetër i zoti Veliaj është që të gjitha direktivat që ai kishte me administratorin me cilit kishte edhe një kontakt, e bënte atë të pamundur. Kështu që fakti që ai nuk kishte mundësinë që ta vazhdonte punën e tij, edhe pse ishte në detyrë vetëm me një person, ai arriti të fuste një telefon si gjithë të tjerët, të komunikonte madje edhe të fliste në video call me njerëzit më të besuar në Bashkinë e Tiranës. Këtu duket se ka qenë edhe pika ku është ndezur shkëndia, ku ministri i drejtësisë është vënë alarm, ka thënë çfarë po ndodh, pse po ndodh etj dhe është bërë një fushat pastrimi në burgun, në paraburgimin e burgut të Durrësit, ku janë gjetur edhe telefona të tjerë mes edhe këtyre. Problemi tani nuk është se tani çfarë ti themi ne? Po çfarë përgjegjësie ka Erion Veliaj nëse telefonat janë gjetur? Mund të kenë futur të tjerë. Po jo, problemi i Po mënyra më e mirë për të mënyra më e mirë për të shkatruar reputacionin ty apo mua apo dikujt tjetër, diku ecën, shkon diku, të fusin 10 gram mall në xhep. Po, befas dhe një patrullë, po i e mori dhe e përdori telefonin, nuk është as i pari se që i kishte. Këte kanë arritur të mbledhin prova. E din të ministri drejtësisë kishte telefon Veliajt, që kishte në telefon shumë prej eksponentët të njohur të politikës dhe të krimit. Çështja është që zoti Veliaj filloi ta përdorte në mënyrë abuzive, duke bërë video call me një grup njerëzish në bashki, atëherë u bë rrezikshme për partinë pushtet. Duhem parë ato 19 faqe përgjime ose zbardhje të komunikime për të kuptuar se ç'është folur. Duke pranuar këtë fabël që unë absolutisht nuk e pranoj sepse duke ditur mjaft mirë.
Teo me Çaça jemi në UFO që i themi këto gjëra. Që ty të duket si kështu si të pa... Ku jeton, mërë, zotëre? Që po themun? Jo, ti po thua, këto po ja fusin kote dhe unë jam i drejtë se unë kështu mendoj se kam bindje. Po ku që te bindje, se ti as që ke paguar, o vlla, për ta bërë këtë punë. Se na çudita. Ju i një paguar ta bërë, ju i bëni punë. Po çfarë paguar ne më? Po ç'ne unë i paguar? Ne na paguan zhej për ta bërë. Po thot si paguar. Zhej, po, nuk e pranoj këtë lloj fabule, që s'ka të bëj fare me deklarimet që tha Anduela, s'ka të bëj fare, ka të bëj me një qëndrim i cili ishte një gazetar që mban qëndrim në analizë politike. Dhe unë tani filloj debatin, se është fusha ime këtu. Është analizë politike. Dakord. Atëherë këtu filloj debatin unë. Politike. Këtu filloj debatin dhe pra them nuk e pranoj, sepse në qoftë se ka një fabul që është e tillë, ka dhe një fabul tjetër. Që është? Me fabula. Fabula tjetër është, së pari, ka guxuar ndonjëri deri më sot, ti dalë Ramës kundër dhe ti prodhoj skenar. Po pse a shkarkoj Ristanin Veliaj? Ka guxuar ndonjëri deri më sot? Veliaj. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Ora kemi fakt që shkarkoj Ristanin. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Po ky është fakt që shkarkoj Ristanin, çdo më thënë kjo. Të fakt nuk e kemi në dorë. Një. Okej, zom ta shohim. Këtë fakt nuk e kemi në dorë. Një. Fakti 2. Unë nuk kam dëgjuar as edhe një herë Erionin që në mënyrë deklarative të thotë gjysmë shprehje kundër Edi Ramës. Përkundrazi. Gjithmonë ka fol pro. Së treti, këta dy persona të cilët kishin kontakt me Erion Velin, ishin persona të cilët njëri ishte sekretari, tjetri ishte shefi kabinetit. Kishin leje nga Spaku normal kush e njeh administratën, kishin leje nga Spaku për këtë. Nuk kemi problem. Që me këta merret kontakt. Së katërti, Erion Velia bëri një veprim që për mua është absolutisht me pyetje pse e bëri, që do të thotë dikush nga jashtë e ka imponuar ta bëjnë gjë të tillë. Dikush nga jashtë. Pra Albani me Sarë manipuluan Velia në qeli. Sepse veprimi ishte një urdhër ku emëronte dikë dhe shkarkonte dikë që e kishte emëruar ai vetë. Duke ja zgjedhur Rama. Po i pyetet thonë, atë të parën e kishte emëruar Rama. S'është e vërtetë. Të parën e kishte emëruar Erion Velia me urdhër të firmosur prej tij. Me kërkesë të Edi Ramës. Nuk mundet Erion Velia të shkarkonte një të besuar të Ramës që e kishte emëruar ai vetë. E kishte emëruar ai vetë. Ti je i besuar ju në fillim mund të bësh i besuar i Ramës rrugës. Pra, lexojnë urdhën e dytë, thotë, fuqizohet urdhri i parë, patjetër. Sepse i vetmi autoritet që ka pushtet ligjor sot në Bashkinë e Tiranës quhet Erion Velia, ju pëlqen ose pëlqen. Edi Rama, pavarësisht se si po dalë dhe po thonë mori pushtet, nuk e merr dot pushtetin, se le ligji. Nuk e le ligji ta marrë. E lë Malishi. Pra, atë kryetare që shkarkoi Erion Velia, nuk e di në Çerethana, sepse Çerethanat të cilat vetëm një gjë është e sigurt. Ndalu pak këtu të lutem. Vetëm një gjë është e sigurt. Ti po më thua që Sara Goxha dhe ky do kushi manipuluan Velia në burg? Vetëm një gjë është e sigurt. Vetëm një gjë është e sigurt. Do më lesh flas tani? Do të lë po. S'është monolog se. Vetëm një gjë është e sigurt. Vetëm një gjë është e sigurt. Që këto të dy mund të ke bërë dhe skenarin dhe për këtë arsye është kërkuar largimi i tyre sepse e futën në një kolaps të panevojshëm bashkinë. Sepse gjithë administrata e Bashkisë Tiranës është absurditet thuash ti që është besnika e Erion Velis. Gjithë administrata e Bashkisë Tiranës është absolutisht besnike, jo ashtu që themi në ideale. Po edhe servile po ta doni. Po, kur duhet zgjedh mes Ramës dhe Veliaj, Rama sot. Edi Rama. Dhe të pretendosh tani që na u ngritën dy veta që s'kishin asnjë lloj pushteti politik, por ishin temruar. Dhe këta skenarizuan një skem të madhe që ti ishin përfaqësues të Ramës. Se si mund të shkojnë në mendje të ikësh përfaqësues në Ramës, dhe ti bësh pushë Ramës, në një vend ku është i gjithë fuqishëm, prandaj gjithë fabula nuk qëndron fabula. Ja të dëgjojmë replikën e Sonës. Po nuk kam replikë sepse ajo që zoti Meçe po thot nuk qëndron. Edhe ti thua që ai nuk qëndron. Po sigurisht që nuk qëndron se ti e domethënë. Sara Goxha dhe Albano Kushi ishin asgjë. Nuk është fakt, është argument. Sara Goxha dhe Albano Kushi ishin asgjë. Në kuptimin politik. Ishin dy njerëz të besuar të Erion Veliajt, që bashk
kishin leje nga Do t'i bënin SPAK-u. puç Edi Ramës. Po pa tjetër, po si mendon, ti mendon që ta dy njerëz pa fajshë manipuluar në qeveria Erion Velia dhe Erion Velia shkarkoi? Nuk e di, unë të mësova atë. Ti je shumë i afërt me ta, përpiqu ta mësosh, na ndryqohet edhe neve çfarë ndodhi. Dy njerëzit e besuar të Erion Velis i shkarkoi Rama. Rama shkarkon gjithë bashkinë Po sot. patjetër, po pse shkarkoi ata dy? Se ata janë kulmi i intrigës që është bërë tani. Po intrigën kush e frymëzoi, se intriga Ata të dy. Është një intrigë që krijon ata të dy. Po, mar ata të dy i treguan. Sepse Erion Velia nuk bërë kontakt me askënd. Këtë naivin e madh Erion Velia nuk bërë kontakt me askënd gotë. Të parëndësishëm me Të manipuluan vetë person të cilët e kanë dizinformuar, atë thotë Erion Velia, më ka dizinformuar, thotë. I shkreti çfarë viktime e këtij sistemi. Ata të dy që bën intrigën, morën masën. I shkreti çfarë viktime. Ja të dëgjoj pak krasit e Tiranës për kras, po Gana procedurale, ka musur delegimet që bëri Velia, ishin të duhurat si mund të bëjnë ato në kushte e paraburgimit për shkak. Totalisht pavlefshme. Pse? Juridikisht. Totalisht pavlefshme. Po. Madje këto ditë që u hap kjo temë e përmenda kthyen se zhej ka një problem në Shqipëri, nuk lexohet. Ligjet i bëjnë vetë pastaj harojnë të lexojnë. E di. Kur lexojnë ligjet thonë, "Oh, po kjo që nga gabim." Dhe tani po mendojnë që ndryshojnë ligjin për qeverisjen vendore, që e kanë bërë vetë 2015-ën. Pse? Kodi procedurë administrative thot, jeni 22 në vijim, delegimi kompetencës duhet parashikohet në ligj. Pra, kujt i delegon kompetencën? Për çfarë kompetencësh ja delegon? Për çfarë? 1, 2, 3. Për çfarë afati? Çfarë fature financiare ka kjo për institucionin? Të gjitha këto. Nëse s'janë këto, atëherë ekskluziviteti i ngel atij që e ka kompetencën, që është kryetari i bashkisë. Dhe zoti Velia është aty. Zoti, mos e shiko se i kam parë unë, jam jurist, i kam parë, i kam... Jo, e kam unë, do të nxjerrë. Po pra, me shumë përgjegjësi, sepse që kam bërë, kam marrë shkresat që kanë nxjerrë aktet e delegimit, kam parë bazën ligjore, dhe bazën ligjore të tjetër gjë fare, sepse nuk kam ditur çfarë, ku të referohen. Dhe kur e thash, më thanë, "Okej, po kështu është." Si është? Me afërmend? Jo. Çfarë thot ligji? Gjykata mund të kishte vendosur edhe pezullimin e ushtrimit të Pra, çdo veprim që bën aktualisht zonja Aristani për ta vijuar, është absolutisht i pavlefshëm. Sepse akti i delegimit është i pavlefshëm. Megjithatë kjo përmbahet shumë në heshtje sepse realisht ka një vakum dhe realisht zoti Velia nga burgu nuk e drejton dot në mënyrë efektive Bashkinë e Tiranës. Pra shikoni çfarë vakumi kanë krijuar vet, duke mos e menduar këtë rast sui generis, një lloj të veçantë, që nga ka dhe persona të zgjedhur që mundet të paraburgosen dhe si do drejtojnë. Dhe delegimi fare thonë për zvendësimin e njërit për nënkryetare, por ajo është një tjetër nën, kur mbaron në mënyrë të parakoshme mandati, mandati zotit Velia nuk ka mbaruar, përkundazi ai është në detyrë. Pra kjo ka hedhur poshtë gjithë ato aktet që unë pash dhe fillova duke qeshur. Sepse ne pam nenet direkt dhe thamë që kjo s'ka pas ligjore. Duhet ka republicitetin, po beqe, replikë shpejt se du të kaloj reklamë. Kini absolutisht drejt, sepse ka ligjin administrativen, po ka një ligj specifik. Dhe kur është ligji specifik për Valon, që është ligji mbi pushtetin lokal. Dhe brenda ligjit mbi pushtetin lokal, jepen të gjitha drejtat dhe detyrimet e palëve jepen aty. Pavarësisht që ekziston kodu. Delegimi nuk jepet. Se këto nuk jepet delegimi, por jepet e drejta që nën kryetarët i zgjedh kryetari. Edhe? Ti emëroj dhe shkarkoj, po jo ti delegoj kompetencë. Po pra po, tani edhe njerë, delegimi është një proces administrativ absolutisht në dorë ti. Problemi kush është? Dhe ju me drejt kapni. Ne jemi ndeshur tek Beleri. Debati madh ka qenë ligjor. Po jemi ndeshur edhe te Berisha. Përsëri ka pa ditë. Sepse te Berisha kishim 3 muajt e mos prezencës. Shkaku justifikimit. Te Beleri kishim të treja shkaqet e shkarkimit të kryetarit. Për betimin. Për betimin. Dhe në të 3 rastet, pavarësisht debat juridik ka qenë, jo duhet ashtu, ligji e thonë qartë. Dhe në këtë rast që flasim, ligji jep sakt. Sot, për sa kohë që Erion Velia nuk dënohet në formë prerë në apel. Vetëm ai e drejton. Ai është kryetari i bashkisë. Dakor, jo, se e kemi dhe për sa kohë që është kryetari i bashkisë, gëzon pavarësisht kushteve të jemi të qartë. Të gjitha drejtat që ka kryetari i bashkisë. Jemi të qartë. Jemi të qartë. Pastaj që me drejtë trajton ju që ka një kolaps. Ktu është drejt. Duhet të reagojmë nga kjo temë për të kaluar reklam, por nuk di se s'më ndoena ky vështrim jot gjithmonë sikur
para thot që ke diçka për të thënë. Bëri pikën, ke diçka? Fundi politik i Erion Velia tashmë është i ditur dhe gjithë e dim që nuk ka më vend në Partinë Socialiste për detyrat që mund të mbaje, aq më tepër në Bashkinë e Tiranës. Edhe vetë Erion Velia e di shumë mirë që do të qëndroj gjatë në paraburgim dhe do t'i duhet vetëm të luftoj. Shikoj që dhe besoj që mbas zgjedhjeve të 11 majit, kryeministri i vendit do ta shkarkojë nga detyra zotin Veliaj dhe pastaj do të kemi zgjedhjet parakoshme në Bashkinë e Tiranës. Bashkë te Pelena në Nuk mendonin që ka një plan B për Veliaj? Plan B për Veliaj ligjor? Dhe shkarkon, thot. Nuk e shkarkon, s'le ligji ta shkarkosh. E gjen ligjin. Por ka 3 raste e gjen. E kupton si flasin e gjen. 3 raste janë. Ka për shkelje të lënë ligjore. Po ka shkarkuar Shukriu më për një arsye pse nuk e shkarkon tani. Ka shkarkuar 3 muaj, po si vetë bëre? Prodhove presidenti Berisha. Që the masa e sigurisë nuk quhet. Ore Shukriu si e shkarkoi Rama? Për çfarë shkarkoi Shukriu? Të bëmë mirë kuptim. Po e mirë kuptimi e gjen prapë. E gjen mirë kuptimin prapë. Shukriu sot vetë në gjykatë shtetuse dhe kthehej kryetar. Dhe e rrëzuan. E ankimojnë gjykatë shtetuse Shukriu dhe e rrëzuan. Ka rrëzuar Fatos Tushan lushje po duash. E rrëzuan. E gjen mirë kuptimin pa marrë. Gjykatë shtetuse e rrëzoi Shukriun. Çfarë pra duhet ketë arsye ligjore pse? Se duhet shoh si e ka shkarkuar. Në rastin e një tjetër kryetari bashkie në veri, i cili u shkarkua me emergjencë, me propozim të ministrit Leshi dhe pastaj të Këshillit Ministrave, gjykatë shtetuse tha, këto nuk janë masa proporcionale, nuk bëhen me urgjencë, nuk janë justifikuar për shkak procesit ligjor e shfuqizoi vendimin e ministrit. Erion Velia duhet të presi 11 maj, ka problematik vetë. Dhe duhet presi 11 maj, ndoshta dhe jemi 11 maj nuk e shkarkon dot njëri. Nuk besoj, përderisa se ka Nuk do ta shkarkoj. Bashkia Roj nuk do ta shkarkoj. Në 12 maj ose me 13 maj do kemi një Erion Velia B, një plan B. Nëse se ka nisur që tani po, do ta kemi mbas 11 majit, po do të kemi edhe zgjedhje parakoshme. Tirana e drejton Durrësi. Kaq. Tirana drejton Durrësi. Po. Një njësi administrative, për shkak se kryetari është aty, me vendbanim të përkohshëm. Çfarë kuptimi e theti këtë, se ti edhe Jo, se se ti na ngatron në ujëra dhe në se po ti hysh thellë saj, pastaj delin gjëra tjera, delin shtigje. Jo ti sapo hyre. Delin shtigje të panjor. Drejton Durrësi. E hodhe granatën tani. Hodhe granatën, Tirana drejton Durrësi. Tirana do drejtohet nga Durrësi për shkak se vendbanimi i përkohshëm. I vendbanimi i përkohshëm, i detyrueshëm, i kryetarit Bashkisë Tiranë është paraburgim me Durrësit kaq. Mund të shkojmë fjerë nesër. Drejtori ka Durrësit të konisur nga këto. Po, patjetër. Okej, dakor, Jo, syna ato tjera. Ishte shumë pikante, publicitet.